Mleoni ta nis me një keqardhje të madhe për numrin rekord të fake news që janë prodhuar sot në portale dhe në media të ndryshme. Një pjesë për tyre janë thjesht dhe vetëm keq informime apo dezinformime për shkak të mungesës informacionit deri në këtë moment. Një pjesë qartësisht kanë prapavi dhe investim nga Edi Rama. Jam këtu për të zbardhur tërësisht dhe pas një rezervë mbledhjen e grupit parlamentar, videokonferencën me presidentin e Partisë Popullore Europiane Josef Dol dhe zëvendës presidentin e Partisë Popullore Europiane njëkohësisht komisionerin për zgjerimin Johannes Hahn dhe për t'ju përgjigjur interesimit tuaj për çdo sqarim apo pyetje. Pra, mesazhi i parë ndaj qytetarëve është sot ju kanë ngopur me rrena. E vërteta është si vijon. Grupi parlamentar u mblodh sot në radhë të parë për një komunikim të drejtë për drejtë me presidentin e Partisë Popullore Europiane Josef Dol dhe komisionerin për zgjerimin Johannes Hahn, njëkohësisht nënkryetar i Partisë Popullore Europiane. Gjatë kësaj konference, videokonference, u përcoll shqetësimi i madh i Partisë Popullore Europiane për krizën politike dhe elektorale në Shqipëri, shqetësimi i jashtëzakonshëm për situatën e krimit dhe në veçanti të drogës si një problem kapital shqiptar, por tashmë dhe europian. U përcoll po kështu angazhimi afatgjatë i Bashkimit Evropian në luftën kundër drogës si një prioritet total i Bashkimit Evropian, çka mund t'ju them se është një lajm i mirë pritur, pasi ju e dini se për një kohë gjatë Partia Demokratike, opozita dhe qytetarët të bashkuar në një front kombëtar kundër drogës e kanë ngritur këtë çështje jo thjesht dhe vetëm si një çështje të shëndetit të shqiptarëve dhe natyrisht të konsumatorëve europian, por për Shqipërinë si një çështje të demokracisë, ekonomisë dhe vetë ekzistencës së shtetit shqiptar si një kontratë midis qytetarëve dhe qeverisjes dhe jo si një narkorepublik ku shqiptarët skllavërohen nga droga, ku pas ju merren tokat, arat, liria tyre personale për të punuar drogën, ju merret dhe drejta për të zgjedhur me votë të lirë parlamentin dhe qeverinë që dëshirojnë, sepse narkomafia dikton përmes qeverisë Edi Ramës dhe dëshiron të diktojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentin dhe qeverisën e ardhshme. E konsideroj këtë pra një hap cilësor dhe i tillë është pas një dyshim, veçanërisht në sfondin e zbehtë të rezolutës Parlamentit Evropian për drogën dhe në atë që unë konsideroj problematikën në progres raportin e vitit kaluar, mungesën e theksimit të problemit drogës. Tashmë ky është një problem i jashtëzakonshëm për Europën, fal edhe betejës së qytetarëve shqiptarë me opozitën shqiptare. U diskutua për u rikthye në vëmendje e marta e javës kaluar për të shmangur çdo keq informim, të cilat nuk kanë munguar në raport me Partinë Popullore Europiane, në raport me institucionet europiane, në raport me publikun shqiptar në veçanti. Realizoj në këtë moment përgjegjësitë e mia personale për mos shpjegimin në detaje të asaj që ndodhi të martën e kaluar. Pas një takimi prej një ore e gjysmë në selinë e Partisë Demokratike të ndërmjetësuesit McAllister dhe shoqëruesit të tij Fleckenstein, ku u njohën hollësisht me gjendjen në Shqipëri sa i përket krimit, kriminalëve në politikë dhe në institucionet shtetërore, drogës dhe parave të drogës, kthimin e shtetit shqiptar në një garrizon elektoral në funksion të Edi Ramës si kurrë më parë 27 vite, pasi u njohën me problemet e thella, u larguan me shpresën që do të na kontaktonin nëse do të kishte zhvillime. Gjysmore më vonë, pas disa detajesh që shpresoj nuk kanë vlerë substanciale, dua t'ju akursej ju dhe qytetarëve që na ndjekin, u ra dakord për 2 takime të veçanta në të njëjtin orar në Pallatin e Kongreseve. Mua dhe delegacionet që më shoqëronte, na u paraqit një dokument me 3 pika, i hartuar, siç morën vesh më vonë, edhe me ndihmën e ekspertëve të 3 misioneve në Tiranë, OSBE-s, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku paraqiteshin këto propozime. Shtyrja e zgjedhjeve me 16 korrik. Zëvendësimi 4 ministrave të kabinetit Rama me persona teknik të zgjedhur nga Rama dhe të aprovuar nga opozita.
kjo pikë e rëndësishme, se është spekuluar mjaft këtë javë, këtë pjesë fajte kam edhe unë, por është spekuluar shumë dhe sonte. Dhe një paket mikse ku feksnin dëshira për të parë një zgjidhje me konsensus të Presidentit të Republikës, të Avokatit Popullit, kalimin e kryetarit KQZ-s, po jo shumicës në KQZ opozitës, dakordësim për një tërheqje trumbullakët ose OSBE-s, pjesëmarrje të OJQ-ve në gjithë të proces. Ne pam në këtë pikë të tretë disa nga propozimet tona të majit të vitit kaluar dhe njësoj propozimesh tjera dobishme, por të cilat garantoshin vetëm nga vullneti politik. Kundër oferta jonë ishte si vijon. Prania 4 ministrave teknik përcaktuar nga Rama me aprovimin ton u gjet krejtësisht e pamjaftueshme për arsyën e thjeshtë se Edi Rama ka provuar në këto 4 vite se është i aftë të blej deputet, partitë të tëra opozitare, t'i kthej në parti qeveritare, të blej deputet të opozitës, madje të blej edhe deputet LSI-s, partnerit vetë në qeverisi. Dhe se nuk do të kishte asnjë problem që të tjetërsonte me njëherë iden pas këtij propozimi për t'i kthyer 4 ministrat teknik të propozuar nga ai, qoftë dhe me aprovimin ton, në 4 persona të bindur për agjendën politike të Edi Ramës, që në këndvështrimin ton mbetet shkatrimi i zgjedhjeve të ardhshme përmes influencës, krimit, drogës dhe kapjes totale të shtetit. Kundër propozimi ishte që në qeverinë teknike kryeministri të propozohej nga Partia Socialiste, Edi Rama apo mazhoranca, ju alam atyre në dorë. Për çështjen e datës, ne sqaruam ndërmjetësuesit europian se data në vetvete informohet nga një sër procesesh për të garantuar votën e qytetarëve shqiptar, ku në pikpamjen tonë më i rëndësishmi është votimi biometrik elektronik dhe numërimi elektronik i votave të shqiptarëve. Na u tha se OSBE-ja kishte përsëritur këngën e vjetër se kjo nuk funksionon. E refuzuam me fakte të demonstruara apo të dhëna ne nga vetë personalitetet më të larta europiane, disa prej cilëve në videokonferencë sot, se si funksionon tash 12 vjet sistemi elektronik i votimit në vende me shkallë të lartë analfabetizmi, siç është Brazili apo India, me sukses të plot, si funksionon në vende europiane, siç janë disa prej republikave baltike. Argumenti i dytë kundër votimit elektronik ishte koha në dispozicion. Në këtë kuadër ne ju konfiduam ndërmjetësuesve europian se në kontakt me 5 kompani kryesore europiane kemi marrë garancit se prototipi për votimin elektronik mund ndërtohet 3 deri në 5 javë nga momenti i porositjes dhe 5.000 prototip tillë 4 deri në 6 muaj, pra dikush e ka ofruar për 4 muaj, dikush tjetër deri në 6 muaj për të mbuluar gjithë Shqipërinë me qendra elektronike biometrike, ku shqiptarët hynë në dhoma pa komisioner, pa kartë identiteti, identifikohen me shenjat e gishtrimeve që tashmë është 90% e punës ndodhen në bazën e dhënave në serverin e sigurt që shërbeu për heqjen e vizave për shqiptarët dhe votojnë në një sistem që quhet në Europë sistemi i biletës trenit, pra duke shtypur 1, 2 apo 3 herë, një herë koalicionin, herën e dytë partinë brenda koalicionit dhe nëse do bishte dakord deputetin e përzgjedhur. Kjo do të ishte pastaj një varietet i listave të hapura apo i zgjedhjeve majoritare me korrektim proporcional e tjerë. Pra plotësisht e mundur. Argumenti tjetër ishte se kjo kushton para. I tham se e dim që kushton para, madje kësaj radhe do të kushtoj më shumë, në qoftë se kjo do të ishte bërë në maj të vitit kaluar, do kushtonte më pak. Por sado para të kushtoj, do kushtoj më pak. Se 2.8 miliard që oligarkia lidhur me krimin e kryesuar nga Edi Rama ka shpërdoruar dhe vjedhur në 3 vite gjysmë të një qeverisje arrogante, të papërgjegjshme dhe jo llogaridhënëse para shqiptarëve. Kompromisi i ofruar ishte që në qoftë se kjo nuk mundsohet në periudhën 4 deri në 6 muaj, siç garantojnë kompanitë që i prodhojnë këto sisteme për vendet të Bashkimit Evropian dhe vendet tjera të botës, të shikonin mundësinë e identifikimit biometrik dhe numërimit elektronik të votës. Sa për pikën e tretë, ne ju thamë se gjejmë veten tonë në shumë prej atyre pikave, nuk kemi absolutisht asnjë ambicie të përfshijmë çështjen e Presidentit të Republikës në këtë ekuacion, se çështja e kryetarit të KQZ-s është tërësisht e parëndësishme dhe në fakt i takon mazhorancës të mbajë përgjegjësinë përmes kryetarit të KQZ-s. Dhe me këtë kundër propozim, unë ndam me ndërmjetësuesin McAllister
me shpresën se do të ishte një hap më tej për të afruar palët, për të ngushtuar hendekun deri në mundësinë e ndërtimit të një ure që do të funksiononte si marrëveshje politike. Pas kësaj, nuk patëm asnjë informim tjetër, me sa duket pala tjetër refuzoi, qartësisht refuzoi, jo me sa duket, të jemi drejt për drejt me qytetarët. Patëm një komunikim nga zyrat e Bashkimit Evropian dhe të nesërme një komunikim nga McAllister në Facebook ku konstatohet kriza e rëndë politike dhe zgjedhore në vend. Ndam, po kështu ndava me presidentin Dol dhe zotin Han, komisionerin Han, një fakt që në fakt duhet ta kisha ndarë dhe me McAllister, faktin që pika kryesore të këtij propozimi më ishin komunikuar ditë para mbritjes McAllister, në fakt ditë para mbritjes edhe të Sigmar Gabriel, ministrit i jashtëm gjerman, nga njerëz të afërt të kryeministit Rama. Pra që ajo që u paraqit si një platformë e mundshme zgjidhje ishte diçka për cilën Rama ishte në dieni për një kohë shumë më gjatë se sa që ishte në dieni opozita. E ndava këtë sot me bashkëbiseduesit tanë. Qartësova dhe qartësuam qëndrimin tonë se për ne kjo është një betejë për qytetarët shqiptarë. Për të drejtën e tyre për të zgjedhur të lirë nga krimi, nga droga, nga parat e korrupsionit, të lirë nga trysnia që ushtrohet në punësve publik, punojësve publik të shtetit, të çdo rangu dhe kategorie dhe familjarëve të tyre deri në kushëritë e largët. Dhe nuk ishte dhe nuk është kurrë një betejë apo një kaos për përfitime pushteti, politike apo personale të Partisë Demokratike apo të opozitës. Thënë kjo dhe nënvizuar kjo disa herë gjatë videokonferencës, ofrova gjithçka në pushtetin dhe mundësitë e mia personale dhe si kryetari i Partisë Demokratike dhe si kryetar i opozitës, si dhe gjithçka që Partia Demokratike mund të ofrojë nga interesat e veta politike, me qëllim arritjen e një marrëveshje politike që do të mundsoj votën e lirë të shqiptarëve. Ç'është gjithçkaja zoti? Ta mbaroj dhe pastaj bëj gjithë pyetjet. M'fal. Qartësohemi. Po do qartësohesh ti, sot do qartësohesh ti dhe gjithë tjerët. Ti e qartë ke qenë, po Top Channel s'ka qenë i qartë. Pra, mos të heqim vëmendjen nga çështjet. Ky është qëndrimi ynë pa ekuivok. Gjithçka për votën e lirë shqiptarëve jemi gati të ofrojmë gjithçka që mundemi të ofrojmë ne. Nga privilegjet, pushteti, gjithçka që kemi ne në dorë për të ofruar dhe unë vetë edhe personalisht, me qëllim arritjen e kësaj marrëveshje që do të mundsoj votën e lirë shqiptarëve. U hoqëm paralele me Maqedoninë, ku theksova qartësisht se kjo do të shërbej për të mos pasur dy standarde. Në një vend ku prodhohen përgjime, audiokaseta, veprohet me qeveri teknike, apo dhe malizi në këtë rast, dhe në një vend ku në vend gjurmëve ne tregojmë ujkun, pra kriminalët me funksione shtetërore, drogën sheshit, dhe ku atë që kemi treguar tash 3 vite është e konfirmuar nga raportet ndërkombëtare dhe raportet europiane, siç është raporti i Europolit. Në rastin e parë shkohet drejt qeverisë teknike, në rastin e dytë ngurrohet për të shkuar drejt kësaj zgjidhje që ne propozojmë, si një zgjidhje e ndershme që jep garanci. Këto janë dy standarde, janë papranueshme. E papranueshme është po kështu të identifikohet opozita si problemi, siç ishte deklarata Sigmar Gabrielit, në asnjë rresht të cilit para takimit me mua, sigurisht, nuk u përmend droga, krimi dhe as dialogu. Se kjo për ne ishte e papranueshme dhe e papërgjegjshme. Dhe nuk i kontribon zgjidhjes. Ne nuk kemi problemi. Ne kemi treguar, denoncuar dhe luftuar problemin. Dhe sa i përket problemit drogës, ku na kërkuat të vazhdojmë të jemi aleat e Europës, jo vetëm garantova që do të jemi aleat e Europës, por mirëprita institucionalisht këtë hap gjigant që Bashkimi Evropian hedh si një aleate të Partisë Demokratike, të opozitës dhe të frontit kombëtar kundër drogës që është aktiv prej 3 vitesh në një betejë jo elektorale, madje mund thoja anti-elektorale, në kushtet ku e ka sjellë Edi Rama Shqipërinë, por një betejë parimore edhe për Europën sigurisht, por në radh parë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndërkohë, që qëndrimet tona kanë qenë këto, nuk kemi patur deri më sot asnjë propozim të vetëm nga ajo dhe nga ai që janë përgjegjës për zgjedhjet e lira të ndershme, qeveria dhe kryeministri. Çfarë do të bësh për kriminalet që i ke akoma antar të kuvendit,
kryetar bashkish, drejtor të mëdhej në polici, në dogana, në taksa, në shëndetësi, në arsim, në transport, në përbashki. Si do e zgjidhësh këto probleme për të ofruar garancit për votën e lirë? Çfarë do bësh për drogën dhe bosët e drogës me mbështetje direkte, personale nga ty? Ti që nuk pranon të heqësh dorë nga karrika jote. Çfarë do bësh për shtetin që ke kthyer në një garnizon elektoral? Çfarë garanci jep? Asnjë përgjigje nuk ka dhënë deri më sot. Ndaj, qëndrimi është fare i qartë. Edi Ramës i kërkohet dorëheqja dhe bashkë me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste të bashkohemi në një front kundër të keqes. Partia Demokratike dhe opozita është e gatshme të heqë dorë nga pjesa morale e kësaj betejë që tregon me gisht përgjegjësit e vërtetë që është Edi Rama dhe Partia Socialiste në momentin që këta bashkohen me ne për t'i luftuar ato përmes një qeverie teknike me mandatin popullor që tashmë të gjithë e dini. Kaq mjafton. Fal një sekond mbaroj. Largimi i tij për t'i hapur rrugë qeverisë teknike mjafton si një garanci me mandatin popullor. Mjafton si garanci. Edi Rama refuzon t'i jap dorëheqjen. Mban peng një kombë të tërë, një Shqipëri të tërë, komprometon interesat e saj kombëtare, sigurisë, ekonominë, interesat e shqiptarëve, komprometon po kështu, siç ka komprometuar deri tani, interesat e Europës dhe Euroatlantike, me një Shqipëri të dobët, kufi dhe territori i cilë nuk kontrollon më nga shteti, por nga krimi i organizuar, siç e shohim ditë për ditë. Le të marrim për një minutë skenarin tjetër. Merrni pjesë në zgjedhje se i zgjidhim pas zgjedhjeve gjërat. E para punës, Partia Demokratike është në të betejë për qytetarët shqiptarë. Dhe në qoftë se ne tradhtojmë të kaos qytetarëve shqiptarë, shumica prej tyre kanë gjithë të drejtën ta shohin si një fatalitet, siç e kanë parë dhe para kësaj kauze dhe gjatë kësaj kauze, me largimin masiv nga Shqipëria dhe vendeve të Bashkimit Evropian. 3 grupe njerëzish, 3 reagime shohun ndaj një qëndrimi të tillë. Shoh një numër të vogël njerëzish fanatik që do ta ndjekin Partinë Demokratike, shoh një numër të madh të zemëruarish që do shohin se si për prapanicën tonë, për karriket tona, për privilegjet tona shitëm kauzën popullore. Njerëz që shkojnë në shtëpi pa bukë për fëmijët e tyre, pa lek për fletoret apo këpucët e tyre, pa asnjë shpresë për të marrë atë që u takon sipas taksave që paguajnë në shëndetësi e në arsim, të cilët këtë zemrim do ta kenë të pakontrolluar dhe Partia Demokratike do të ketë legjitimitetin e cunguar ta kontrollojë këtë zemrim ndaj një establishmenti, ndaj një kupole dhe një shteti të delegjitimuar. Dhe ky është destabiliteti. Dhe një pjesë të dëshpëruar që do të vazhdojnë të bëjnë atë që 300.000 dëshpëruar tashmë e kanë bërë, larguar nga Shqipëria, që është problemi i Shqipërisë, është dhe problemi i Europës. Ndaj, nëse duam të përballemi me të vërtetën, siç e thon faktet, jo siç e them unë, por as siç e thot Edi Rama dhe firmat e tij miliona dollarësh të lobimit në Berlin, në Bruksel, në Washington, a kudo qofshin. Atëherë, zgjidhja vjen vetëm përmes përballjes me të vërtetën. E kam thënë dhe e theksoj se qeveria teknike, votimi elektronik, janë për ne mjete për të realizuar kauzën e madhe të zgjedhjeve të lira të ndershme. Nëse ka propozime të cilat ofrojnë të njëjtat garanci që ne deri më sot nuk i kemi dëgjuar, jemi të gatshëm dhe të hapur ti diskutojmë. Por një gjë nuk jemi të gatshëm të bëjmë. Do të tradhtojmë kauzën e qytetarëve shqiptar, të lëmë ata në mëshirën e krimit dhe drogës dhe mëshirën e halabakëve të administratës që i marshojnë si dele nëpër mitingjet e Edi Ramës, siç ndodhi sot në Elbasan, e dje në Kavaj e kudo tjetër, dhe të fugojmë pas karrikeve që do të marrim si alibi për një narkorepublik të rrëzuar në themele. Ne marrim peshën e plotë të përgjegjësisë për ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo krizë politike, përmes dialogut, nëse është e mundur, përmes marrëveshjes politike që garanton zgjedhje të lira të ndershme, duke dorëzuar gjithçka që i ka mbetur opozitës, Partisë Demokratike apo mua personalisht për të dorëzuar. Por pa dorëzuar të drejtën e qytetarëve për të votuar, të pa kërcënuar, të pa shitur e të pa blerë. Kjo do thotë vetëm qeveri teknike?
sapo ju a thash, për ne kjo është zgjidhja. Zgjidhje tjetër deri më sot nuk kemi dëgjuar. Si do të veprojë nëse nuk pranohet? Në qoftë se ka zgjidhje tjera realiste për votën e lirë shqiptarëve, jemi të gatshëm, më falni një sekondë. Jemi të gatshëm t'i eksplorojmë. Për ne kush mund të jetë është qeveria teknike me mandat qartë popullor më falni një sekondë. Ki durim. Për dekriminalizimin, për luftën kundër drogës, për kushtet për zgjedhjet e tjera të ndershme, përfshirë votimin elektronik. Kjo është rruga jonë. I takon palës tjetër, të ofroj çfarë mund të ofroj dhe nuk ka pak për të ofruar. Dhe s'po ju kërkojmë as sarajet, as kontot bankare, as Abi Bankun, bashkë me lobistin gjerman që kanë bord, ish ministrin gjerman, Rece Schlachur. S'po i kërkojmë asgjë nga këto. Asgjë nga këto s'po i kërkojmë. Po i kërkojmë të ofroj garancit për zgjedhje të lira e të ndershme në një rrugë tjetër nëse nuk është dakord me këtë rrugë. Por ajo s'mund të jetë një rrugë fasad. Nuk mund të zëvendësohet një rrugë e vërtet drejt zgjedhjeve, këtu nuk ka më hapësirë për fasad. Kjo, kam edhe një mesazh të fundit dhe pastaj me qetësi. Me këtë vendim shkojmë në procesin e negociatave të thirrur nga presidenti i Republikës Bujar Nishani. Vendimi i grupit është të mbështesë qëndrimin e deritanishëm të Partisë Demokratike, të opozitës dhe të lëvizjes tonë të madhe, popullore, kombëtare, qytetare dhe demokratike për zgjedhje të lira të ndershme që i tekalon mirë dhe bollshëm kufit e opozitës, ku ka me qindra mira të majt, që nesër nuk do ndajnë asnjë nga idetë e programit tonë, por sot ndajnë dy kauza kryesore, dy probleme të mëdha të Shqipërisë, dekriminalizimin, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Prandaj, ditën e nesërme, sot s'kam pasur asnjë mundësi kontakti, mundësia e parë do të jem pas kësaj interviste, të kontaktoj presidentin e Republikës që kur ka bërë të ditur ftesën e tij për dialog, për të parë modalitetet se si dhe kur do zhvillohet kjo, apo se harrova. Mashtrimi tjetër që i kishim bërë Bashkimit Evropian ishte që skadonte afati. Çfarë afati, ju thash? Afati ka skaduar me 28. Dhe këta që i kanë regjistruar me 29, me 10 prill për partitë, me 28 për kandidatët. Dhe këta janë gjithë me listat paligjshme. Dhe ju duhet ta realizoni që dhe një gënjeshtër e tillë mjafton për të parë se ku është kredibiliteti i qeverisë sot. Sot 18 qershori është klinikisht i vdekur edhe nga ana ligjore, nga ana politike po se po. Nga ana politike po se po. Pra, ky është realizimi dhe ky është vendimi i grupit parlamentar, aq sa i takon grupit parlamentar. Aq sa i takon grupit parlamentar në këndvështrimin ton, pas një diskutimi jashtëzakonisht të detajshëm nga të gjithë anëtarët e grupit, ky është vendimi i grupit parlamentar dhe me këtë vendim nesër unë jam i gatshëm në një orë të përshtatshme për zotin Rama me formatin e diskutuar me presidentin e Republikës të marrë përgjegjësitë që më takojnë si kryetar i opozitës. Çfarë ka ndryshuar që nga hera fundit kur ju është propozuar ky takim dhe ju nuk e keni pranuar sepse e keni konsideruar takim fasad? Qartësimi i partnerëve evropian se ku qëndrojmë ne, pranimi i problemit drogës, krimit dhe përdorimit të shtetit si një problem i jashtëzakonshëm për zgjedhjet e ardhshme shqiptare dhe realizimi se përmes një dialogu të sinqert mund të japim shqiptarëve atë që ftesat për dialog fasad nuk e kanë dhënë deri sot. Zoti Basha, ju thatë se ishte dakord me një propozim tjetër që mund të bëra peshohej me qeverinë teknike. Keni ide çfarë mund të jetë ky propozim? Unë nuk kam absolutisht asnjë ide dhe nuk mund të shoh si dikush tjetër mund të jap një zgjidhje më të ndershme se kjo që kemi dhënë ne. Por jam i hapur të shikoj se çfarë para tjetër mund të ofroj, çfarëdo që të ofroj, ta harroj se të ofroj pushtet për PD në tavolinë, se kemi kërkuar dhe nuk do ta pranojmë. Asgjë që na shërben ne, gjithçka që i shërben qytetarëve. Në negociata nuk shkoni me kërkesën për të mos qenë Edi Rama kryeministër në zgjedhje? Në negociata shkojmë me kërkesën e pandryshueshme të lëvizjes popullore të më të shkurtit, qeveritë teknike, pa Edi Ramën kryeministër, me mandat popullor për zbatimin e plot ligjit dekriminalizimit, për luftë efektive kundër drogës dhe parave të drogës dhe për krijimin e kushteve për zgjedhje të lira të ndershme me rekomandimet e OSBE-Odirit dhe rekomandimet shtesë të 17 shkurtit 2016 përfshirë pra votimin elektronik. A nuk rrezikoni të Zoti Basha, ndërkohë unë nuk e di çfarë kanë thënë. Kaq shumë lajme keni sot pra Zoti Basha, keni mjaftueshëm lajme si për sot. Zoti Basha, Nëse keni pyetje për sqarim. Po, të lutem. Unë nuk e di çfarë ka thënë Dol dhe Han brenda në videokonferencë, por kam lexuar një deklaratë të PPS-së sapo nxjerr tani, që thotë se regjistrimi dhe pjesëmarrja e Partisë Demokratike në zgjedhje është e pazëvendësueshme.
A do të regjistroheni dhe do të merrni pjesë në zgjedhjet 18 qershore? Mund ta kisha shkruar me dorën time këtë deklaratë PS që më citoni, që se kam lexuar. Gjithë kjo betejë bëhet që opozita t'i mundsoj qytetarëve alternativa. Pra të kemi jo një koalicion ose gjysmë koalicion, se gjysmën e lanë jashtë dere, po sot ke një koalicion të regjistruar, një subjekt zgjedhor. Një subjekt zgjedhor i coptuar për të dhënë idenë se jemi shumë parti, po është një koalicion zgjedhor, një subjekt zgjedhor. Shqiptarët kanë të drejtën të zgjedhin midis dy alternativave. Opozita është e vendosur t'ju japë të drejtë shqiptarëve, por ama për të zgjedhur dhe jo për të detyruar nga krimi, droga dhe para të drogës. Au diskutuar për Faleminderit, natën e mirë, mirupafshim.